Një 42 vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit pasi dyshohet se magazinonte në banesën e tij medikamente të skaduara dhe ilaçe të kontrabanduara, të cilat më pas i hidhen në treg duke furnizuar farmacitë e qytetit. Operacioni është finalizuar pas një hetimi disa mujor të ndjekur me metoda speciale. Në pranga ka rënë shtetasi Bojken Bregovina, banues në Fier. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale gjithsej 4.289 kuti medikamentesh të ndryshme. Nga këto, 1.635 kuti rezultuan të skaduara, ndërsa 2.654 kuti të tjera ishin pa faturë tatimore dhe dyshohet se ishin futur kontraband në territorin shqiptar. Sipas hetimeve, 42 vjeçari pas një periudhe të gjatë kohore magazinonte ilaçe në kushte të papërshtatshme dhe më pas i shpërndante në treg, duke furnizuar disa farmaci në qytetin e Fierit me qëllim përfitimi financiar. Në përfundim të veprimeve procedurale u bë arrestimi në flagrancë i Bojken Bregovinës, i cili akuzohet për veprat penale, prodhimi dhe tregtimi i barnave dhe pajisjeve mjekësore të falsifikuara ose të rrezikshme për jetën dhe shëndetin, fshehje të ardhurave, ruajtja ose depozitimi i mallrave kontraband dhe tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontraband. Ndërkohë, materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme ligjore.